Ka nisur viti i ri akademik në të gjitha universitetet e vendit. Universiteti i Tiranës mbetet zgjedhja e parë e maturantëve, ku priten mbi 11.000 studentë në të trija ciklet e studimit. Nga rreth 20.200 maturantë në shkallë vendi, 60% kanë zgjedhur Universitetin e Tiranës. Me prioritet këtë vit janë degët që lidhen me fushën e shëndetit, IT-s dhe inxhinierit në përgjithësi, të ndjekura nga programet e ekonomi financë, ndërkohë kotat për degët e mjekësisë, stomatologjisë, farmacisë dhe arkitekturës tek Universiteti Politeknik e Tiranës janë plotësuar 100% dhe gjithashtu dhe degët e IT-s. Kuotat gjithashtu janë plotësuar edhe tek Akademia e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Rendit. Mbisi e këtij viti janë edhe programet e reja studimore me diplomë të dyfisht që u jep mundësi shumë prej studentëve të kenë një bashkëpunim mbarkombëtar. Regjistrimet në publik janë 75%, ndërsa te privati 25%. Procesi i regjistrimit do të vijojë deri më 8 tetor, ku dhe përfundon raundi i dytë. Pas kësaj date do të ketë edhe një javë tjetër regjistrimesh që konsiderohet raundi i lirë, ku maturantët që kanë mbetur pa deg mund të regjistrohen në fakultet që kanë kuota të lira. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar sot të gjithë studentët për nisjen e vitit akademik 2025-2026 nga Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës. Begaj i drejtohet gjeneratës së re si një ardhmë e vendit dhe nëpërmjet një arsimi cilësor, ata do të bëhen qytetar të përgjegjshëm dhe udhëheqës të së ardhmës.